mendoj se njerëzit nuk harrohen. Nuk mund të harrosh dikë që dikur të bënte me qesh, që të bënte me trej zemra fort, që të ka bodhe me qajt për orë të tëra. Njerëz nuk harrohen. Ndryshon mënyra se si shohim, ndryshon vendi që zë në jetën tonë. Disa njerëz më kam bo me nxjerrë anën time ma të mirë. E tash më thjesht përshëndetemi nga larg. Disa të tjerë, pavarësisht se më kanë bo me derë lot, edhe ma kanë trazu jetën, më kanë mësu me jetu. Më kanë mësu mu bo kjo që jam. Edhe nëse sot mes nesh, kam bet thjesht një buzëqeshje apo një përshëndetje, ata do t'jenë gjithmonë pjesë e jetës sime. Unë nuk harroj askënd. Unë nuk i harroj ata që edhe nëse pak e kam prek jetën time, sepse nëse e kam bërë atë do të se fati donte që ne takoheshim para se të ecnim për para. Sa lezet kur e ke pasë një jetë edhe të pakten ke loni mitësi ose një high-bye me abo. Edhe fatkeqësi për ata që i kemi pas në jetë edhe që e bojnë vetën kur e shojmë një tjetrin rrugë me këthy kokën anën tjetër, ajo jo e mirë. Por mirë gjo, ma mirë mos me pa. Për shembull, çush i thot një njerit çush je, kur e din që ka tentu disa arë me bot keq, qa t'intereson ty çush është? Ty faktikisht t'intereson fare, a do me thonë keq jam, me t'gzu. Që mos i thuj fare çush ja sen, eq. As mirë dita. S'pëksyre me se ne në fakt duhemi qysh jemi rrit prej prindve tonë, ti ngarkojmë me ndërgjegje, tu tregu të mirësjellshëm.